Ish lojtari i Kombëtares, Kreshnik Qipi, ka folur përmes një lidhje live me emisionin Megasport në A2CNN. Tema kryesore kishte të bënte me Shqipërinë dhe situata pas eliminimit nga faza play-off e Kupës së Botës. Yasir Hasani erdhi nga hiçi në kualifikueset e Euro 2024 dhe bëri 3 gola që nuk i ka bërë kërkush tjetër, madje as Panajot Pano. 3 gola të përkyer nga Hasani. Broja 5 veprimet në atë minuta që ishte në fushë kundër Polonisë, bëri mirë. Mos të harojnë, këtë grup kemi, nuk krahasohemi me Kosovën. Kombëtarja e mbylli në mënyrën më të keqe rrugtimin e saj për një vend në Kupën e Botës. Pas një sezoni të suksesshëm në kualifikuese, shpresat ishin të mëdha për të shkuar për herë të parë në botror, por humbja ndaj Polonisë pak ditëve më parë i preu në gjysmë ëndrat e tifozëve kuqezi për të shkuar në Kupën e Botës. Megjithatë, vitet e fundit Shqipëria ka pasur sukses dhe do të provojë sërish për tentuar një rrugtim të tillë historik. Por për të bërë këtë, kuqezin duhet të rigjenerojnë skuadrën, duke qenë se aktualisht janë shumë lojtarë të cilët po kalojnë vitet e fundit të karrierës me Shqipërinë dhe puna për të afruar lojtarë të rinj nuk ka qenë e suksesshme. Dështimi në Ligën e Kombeve. Kombëtarja shqiptare ka kaluar një periudhë të vështirë në Ligën e Kombeve, ku pas rezultateve jo të kënaqshme, pësoi rënien nga Liga B në Ligën C. Përveç faktit që skuadra ra një ligë më poshtë, një nga problemet e dyta më të mëdha që kishte nga ky kompeticion ka qenë mungesa e provave të lojtarëve të rinj. Edhe pse ky kompeticion do të duhej të shërbente për të testuar talentet e reja dhe përgatitur gjeneratën e ardhshme, Silvinho nuk i dhan hapësira të mjaftueshme këtyre futbollistëve. Në vend të kësaj, kombëtarja vazhdoi të mbështetet kryesisht tek lojtarët e njëjtë që ishin prezent edhe në kualifikueset e fundit për kampionatin evropian, apo edhe ata që luajtën Europianin e Gjomanis. Kjo mungesë rinovimi bëri që skuadra të mos gjenerojë energji dhe freski të re, duke pasur vështirësi në lojë dhe rezultate. Lojtarët më të vjetër. Një tjetër problem thelbësor është fakti se shumë prej lojtarëve kryesor të Kombëtares janë në moshë që po afron në fundin e karrierës së tyre në nivelet më të larta. Bazuar në të dhënat më të fundit, në vitin 2028, kur edhe do të jetë Europiani i ardhshëm, shumë prej futbollistëve kryesor do të jenë mbi 30 vjeç. Portierë si Tomas Strakosha, 33 vjeç, Alen Sheri, 30 dhe Elhan Kastrati, 31, janë në moshë e cila nuk premton edhe shumë kualifikuese, duke qenë se Europiani është pas 2 vitesh dhe bëhet fjalë për lojtarë që në skuadër janë kthyer në lidera. Në mbrojtje, emra të njohur dhe me eksperiencë si Ardian Ismaili 31, Berat Gjimshiti 35, Arlinda Jeti 34, Naser Ali 34, Elsejt Hysaj 34 dhe Ivan Balliu 36 do të vazhdojnë të jenë pjesë e ekipit. Në mesfushë dhe sulm do të jenë gjithashtu lojtarë në moshë 30+, si Ylber Ramadani 31, Qazim Laci 32, Nazmin Gripshi 30, Myrto Uzuni 32, Yasir Hasani 32, Mirlin Daku 30 dhe Rema Naj 31. Kjo tregon se kombëtarja shqiptare aktualisht mbështetet shumë në përvojën e këtyre lojtarëve, por duhet të përgatitet për të ardhmen, sepse në pak vite këta futbollistë nuk do të jenë më në nivelin e kërkuar për sfidat ndërkombëtare, dhe për momentin nuk ka lojtarë të mjaftueshëm të cilët janë provuar dhe që mosha e tyre premton për në vazhdim. Lojtarët e rinj. Nga të dhënat e lojtarëve aktiv në kombëtare, ekziston një grup premtues me lojtarë të rinj dhe perspektivë që duhet të marrin më shumë hapësirë në ekip. Emre si Mario Dajsinaj 37, Klisman Sake 26, Bujar Plana 24, Mario Mitaj 22, Stavro Pilo 25, Kristian Aslani 24, Julian Shehu 27, Adrion Pajaziti 23, Anis Mehmeti 25, Nedim Bajrami 27, Arber Hoxha 27 dhe Armando Broja 24 janë futbollistë që kanë potencial të madh dhe mund të bëhen shtyllat të Kombëtares në vitet që vijnë. Për fat të mirë, këta lojtarë janë tashmë aktiv në klubet e tyre dhe kanë nisur të marrin eksperiencë tek Kombëtarja dhe pritet të jenë pjesë e skuadrës për disa vite. Megjithatë, ky potencial duhet të shfrytëzohet më shumë dhe të mos ngelet në hije, siç ka ndodhur në të kaluarën. Gjithashtu janë edhe shumë lojtarë të tjerë, të cilët ende nuk janë grumbulluar, siç mund të jenë vëllezërit Shpendi, apo edhe mesfushar dhe mbrojtës që aktivizohen me ekipet e moshave kuqezi. Liga e Kombeve këtë sezon. Liga e Kombeve është një kompeticion që ofron mundësi unike për kombëtarët si Shqipëria, që militon në Ligën C, aty ku kundërshtarët nuk janë nga më të fortit në Europë, duke krijuar terrenin ideal për të provuar lojtarë të rinj dhe për të ndërtuar një ekip më të fortë. Megjithatë, rezultatet e fundit tregojnë se kombëtarja shqiptare nuk ka shfrytzuar mjaftueshëm këtë shans. Në vend që të ndërtohej një ekip i ri dhe dinamik, u preferua stabiliteti me të njëjtët lojtarë të moshuar, duke rrezikuar kështu rezultatet dhe ecurinë e përgjithshme të ekipit. Kjo situatë duhet të ndryshojë shpejt në mënyrë që kombëtarja të jetë konkurruese në kompeticionet europiane dhe të përgatitet për të sfidat e ardhshme, duke krijuar një brez të ri me lojtarë, të cilët do të mbajnë flamurin e Shqipërisë edhe për shumë vite.